Nga monitorimi që ne kemi bërë, ajo që kemi vënë re është që në fakt raportimi i fushatës zgjedhore është bërë nga partitë politike më shumë se sa nga gazetarët. Dhe kjo flet për një shqetësim që është ngritur nga gazetarët, por edhe nga organizatat e shoqërisë civile prej shumë kohësh tani, që gazetaria profesionale po përpiqet në mënyrë sistemike, të vazhdueshme dhe strategjike të zvendësohet me materiale të përgatitura, të gatshme, që në fakt janë të marketimit, të marrëdhënieve publikut edhe të propagandës. Pra më tepër se sa një raportim të pavarur të fushatës elektorale, ne pa materiale të kuruara shumë mirë, të përgatitura në mënyrë qendrore nga partitë politike dhe pastaj të shpërndara në televizionet dhe mediat kryesore dhe të riprodhuara në të njëjtën mënyrë edhe në pjesën e, po themi, medias online. Kjo bën që të mjegullohet ai kufiri ndërmjet gazetarisë dhe ndërmjet marrëdhënieve me publikun edhe propagandës, duke cënuar cilësinë e informacionit që merr publiku, që pastaj në fakt është edhe votuesi.